Të dashur shqiptar, vllazën e motra, kudo që jeni në Shqipni e jashtë Shqipnijet, ju uroj nga zemra paqë e të mirat e tanëve. Ju, familjeve tuaja, e ka keni për zemër. Dëshiroj sot në këtë moment me falendëru Zotin bashkë me ju për ëndrrën, për thirrjen që Zoti ka filluar me realizue në përmes jush për lirimin e Shqipnisë nga kjo klasë politike 35 vjeçare që e ka grabit, plaçkit, vjell, përqa, nda, boshatit Shqipnin deri më sot. E tash të tanë e shohim, e jetojmë personalisht në familjet tona e në popullin tonë shqiptar. Imagjineni sa loti është derdhë nga familjet tona që janë ndalë e nuk kanë mujt, e nuk mundën me shiju familjen e vetë bashkume asnjëherë nga politika që nuk i lën shqiptarët, nuk i mundson shqiptarët me jetue në vendin e vetë, në tokën e vetë, me të mirat e veta që Zoti ja ka falë me i gëzue të tanë. E këta kanë menue, e kanë punue, vetëm për vetën e tyne, për familjen e tyne. E të tjerët nuk i lanë, as nuk u japin mundësi me krijuar një jetë normale, familjare, e me nej të bashku me familjet këtu. Na vinë prej largë, prej veneve tjera, prej veneve të botës, me punu këtu. E të tonët i largojnë prej këtu. Dhe më thonë, kjo është politika 35 vjeçare që kem pas. Zoti ka dasht që tash të fillojmë me lëviz në gjithë. Mëram në orën 6 jam kanë në shesh bashkë me protestuesit. Ashtë me të rritë zemra kur i sheh të gjithë të bashkuam, të ri, të reja, fëmi, edhe disa të moshuar, por shumica të ri e të reja e fëmi, ku nuk dalin për me mbrojt një parti ose me mbrojt politikan të korruptuam e plaçkitës, por dalin për qëllime kombëtare, me mbrojt vendin tonë, me mbrojt popullin tonë, me mbrojt familjet tona. Kjo është e drejta më e shenjtë që mundet me pas një kom. E kjo mbrojtje, kjo protest që ka filluar, i kërkoj e lusë Zotin që mos të pushojnë, por të bashkohen të tanë, mrena e jashtë vendit, zbashkut, edhe këtu në Shqipni në Tiranë, deri sa kjo politikë 35 vjeçare të largohet e të lirojnë vendin për të rit e të rejat që kanë vizion paranimor, që duhen Shqipnin, që duhen të mirën e Shqipnisë, që duhen familjet shqiptare, që punojnë për të mirën e Shqipnisë, që punojnë për familjet shqiptare. E lusë Zotin në mënyrë të veçantë për ata që janë të organizuar, që Zoti e nërmjetësia shnanot, që shnanot ka festën e vetë me 13 qershor, i një moft, i shpërbleft, ata familjet e tyne, i mbrojt nga gjdo rreziqe, nga gjdo keqe, e u dhasht forcë mos me nda, deri sa Shqipnin ta hjekun nga thetrat
e këtyne politikanëve të mrapsht 35 vjeçar dhe ta marrin një elit e re, të rish e treja, që e donë Shqipërinë, që e donë popullin shqiptar, që nuk e lanë më të coptue, në nda, e donë Evropën, e kanë dëshirë me jetue në Evropë, në vendin e vetë. Zoti ju një moftë, Zoti ja u prift marë, kur ajo mos undani, por bashkojenu për ditë ma tepër, deri sa ta qoni këtë qëllim në vendin e vetë. Ka më gëzue veni jonë, ka më gëzue populli jonë, kanë më gëzue partë tonë, nëse e bani këtë gjanë, e shkon deri në fund që të lirohet Shqipëria. Urime, Zoti është në ju një moftë.